Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe po fillojmë sot emisionin e dytë në këtë cikël, në ciklin ton rënjët tonat në sezonin e 4. Sot kemi një të ftuar special, një studiues të jashtëzakonshëm, autodidakt, që na tregoi sot një listë me rreth 450 libra, të cilët ai ka studiuar dhe ka nxjerrë ato konkluzionet e tyre që kanë të bëjnë me shqiptarin, me arbërin, me pellazgjin. E kanë nxjerrë ca gjëra tepër interesante, disa fakte të jashtëzakonshme. Zoti Skënder Hushi ka bërë libra për Atlantidën, ka bërë libra për emrat i lirë, është një libër 5 cm i trash për emrat i lirë, që janë emra të përbotshëm, janë emra ndërkombëtar, po kanë domethënie dhe shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe. Ja, kemi aty në sfond duket një pjesë nga biblioteka mjaft e pasur e zotit Skënder Hushi, i cili është rezident, jeton në Itali. Atje ka patur rastin të studiojë nëpër biblioteka, nëpër arkiva pa fund. Atje në Trevizo ku jeni ju, zoti Skënder, është dhe vari i herojit të madh shqiptar Mërkur Buas, që është në një kish aty në Trevizo, kur të vino një ditë atje jam kurioz që ta vizitoj. Zoti Skënder ka bërë disa dhe libra vetë, studime vetë të tjetë, ku është vetë autor, po ka bërë dhe përkthime të hatashme, të jashtëzakonshme. Po, para se të jap fjalën zotit Skënder dhe zotit Sazan, që është gjithmonë i pranishëm në emisionin ton, doja t'i thoja opinionit publik 2 fjalë, 2 minuta të themi, mbi atë ngjarjen e jashtëzakonshme që ndodhi në Berat, sepse me që jemi në një emision që komunikojmë direkt me opinionin publik, doja thoja duke patur dhe pak atë ndjenjën e empatisë, sepse disa pak kohë më parë kam qenë vetë aty me familjen për të vizituar atë kalan e famshme të Beratit, e për të parë ato kodikët e jashtëzakonshëm, e ato pikturat e Onufrit. Kam kaluar dhe vetë aty pranë atij kalit, aty njeriu me kal. Kam parë ata që i binin sazeve aty, ju kam hedhur para atyre, kam parë një lumë turistësh dhe më është bërë zemra mal. Po kur shikojmë këtë lloj ngjarjesh aq traumatike, domethënë ata fëmijë që kanë ngelur tani janë bërë sa një grusht. Kam parë babain e vet të vdes në atë mënyrë të tmerrshme, i goditur me thik. Dhe ata turistë me dhjetra turistë aty të terrorizuar. Domethënë, kjo është një ngjarje pra që ndodhi në Berat. Ngjarje që turpëron gjithë ne, domethënë, sepse ai turist që vjen aty thon, o zoti i madh, u therrën me thika për një foto, për një prekje kali e tmerrshme. Domethënë, këtu mendoj një përgjegjësi e madhe është e organeve që kanë lënë të lira të njeri me aq të metamendore, aq vrasje, plagosje që kishte bërë ai me thik, ta lësh atë në mes të turistave. Po sigur të përfitojmë që ai të kishte goditës një turist gjerman, apo një turist anglez, apo italian. Ngjarja do kishte marrë për masa më të mëdha, më të jashtëzakonshme, e kupton, e ndjem veten të turpëruar. Edhe një fjali kam këtu, këto lloj ngjarjesh të dashur bashkëkombasit ton shqiptar, nuk kanë asnjë të fituar. Të përpiqemi të mbajmë veten, sepse latinët e lashtë thonë calma e virtuti dei forti. Pra, qetësia është virtuti i fortit. Nuk është i fortë ai që nxjerr thikën edhe ta kaput, ose ai që të shan, ose ai që nuk është i fortë. Pse? Sepse nuk ka asnjë të fituar aty. Njëri iku, i ndrit shpirti atje ku shkoi, dhe tjetri iku përsëri në burg për tërë jetën. Pra, të dy janë të humbur. Në këtë ngjarje nuk ka asnjë të fituar. Donte të shtonte edhe 2 minuta zoti Guri për këtë ngjarje dhe pastaj idhemi në temat tona. Unë ndihem shumë i ndihjuar si qytetar Beratas për çka ndodhi 10 ditë më përpara, ku me atë sinqeriteti më të madh e shpreh përballë medias apo përballë çdo qytetari shqiptar, sidomos atyre Beratas, që me të vërtetë 10 ditë më del sikur e kisha vllatë, sikur e pa e njohur. Sepse ishte një rast flagrant që ndodhi midis një qytetari që vjen kënaq familjen në një qytet lashtë edhe në kalan më të lashtë dhe gjenë një sjellje barbare të një, unë ju thatë i çmendur, nëse unë do thosha monster,
por përgjegjësia më e madhe këtu i takon institucioneve të qytetit Beratit, i takon vetë qytetarëve të Beratit, ku ti dhe i bëj thirrje që nëse ka një rast që qytetari të jetë spiun, janë pikërisht këto raste, spiuna pozitiv, ku lajmërojnë, paralajmërojnë, ku marrin masa, i thonë institucioneve të rendit për kace që ky njeri nuk dukesh normal sepse kishte sfaqur me 10 shenja sjellje të një personi anormal. Dhe unë gjej rastin këtu jo vetëm thjesht të ngushëlloj familjen e djalit Azgan, do thosha unë Trojan, Tropojan, quhet si dush. Dhe kush më ndihmon që të vete t'i kërkoj familjes në emër të gjithë qytetarëve të Beratit, t'i kërkoj një ndjes të madhe sa para bën, çfarë rëndësi e ka. Po ndërkohë që unë pikërisht të ditë fjalë fundit isha përgatitur me anë të institucionit policor në Berat të thoshja atë që në Berat prej 5 vjetësh 1 milion turista në vitë, 5 milion turista, nuk pati sikur një rast, sikur një krim, sikur një drejtim drejt stacionit të policisë të turistëve që ta ankoshin apo dhe ndodhi kjo që ma ngeci mendimin apo fjalën në gryk. Kështu që gjej rastin ngushëlloj familjen dhe mundësisht do doja të merrja pjesë të kërkoja një falje, një puthja dore të madhe në emër të qytetarëve shqiptar, por sidomos Beratit dhe sidomos Kalas apo të lagjësime që jetoj pak poshtë kësaj ngjarje që ndodhi. Do t'i sugjeroja edhe shtetit shqiptar këtu që t'i çon një psikolog atyre fëmijëve që janë bërë sa një grusht dhe rinë atje edhe kanë vështirë të hanë, të pinë, të dalin, domethënë kur kanë parë gjithë ato tmerr, që ata të rikuperohen dhe të futen në jetën normale. Okej, nuk mund të rinim pa i thënë këto gjëra sepse na dilin nga zëmra, nuk mund të rinim para se të fillonim këtë emision pa i thënë këto gjëra se një ngjarje që ndodhi që na preku të gjithë. Atëre, jemi me studiusin ton të jashtëzakonshëm, antarin e Akademisë Rënjetona, zotin Skënder Hushi, që siç e tham ka bërë studime të jashtëzakonshme. Studime, domethënë, siç e shikoni edhe këtu gjithë këto libra që janë një pjesë nga librat e vet, 30 e ca botime që ka bërë zoti Skënder, nga të cilat, domethënë, një pjesë e mirë janë krijime të tij, një pjesë e mirë janë përkthime. Një nga librat që më ka prekur. Të bëj një bleo pra, të them diçka. Po. Atëherë për ju të dashur dëgjues kudo që jeni. Profesor Skënder Hushi, e thallë dhe zoti Balej, jeton në Itali, edhe sigurisht edhe në jetën e vetë shkëmben edhe me vendin amë Shqipëri, po është një nga studiusi që ne në emisionet e mëparshme e kemi quajtur non akademik, jo akademik, po që ka bërë një prurje, gërmime të librave që flasin për Ilirin, për Pellazgjin, për shqiptarët, për Arbënin, edhe ka bërë një prurje atë që se kanë bërë dot një institucion i tërë. Dhe ne nuk kam inat me akademinë që bën apo s'bën, por ne kemi detyrën atë që thot John Kennedy, që çfarë bën ti për vendin tënd. Pra dheun tënd. Pra dheun tënd. Edhe Skënder Hushi është një i tillë që i ka vënë vetes detyrë që çfarë ai jep konkretisht për dheun e vet. Me pasion. Me pasion, sigurisht. Natë e ditë duke studiuar, sa herë kemi folur bashkë me kështu, domethënë edhe me të drejtë ne i thrasim profesor Skënderi, kur do mundtoj që s'ka mbaruar akademinë, s'ka mbaruar bjefjala shkolla Shënësika. Ai ka pasionin dhe intelektin dhe intuitën për të kapur gjërat shumë bukur. I nderuar zoti Skënder. Kalojmë direkt. Mund të kalojmë, shiko, në morinë e madhe të librave që keni bërë, ju më ka bërë përshtypje dhe kjo e Gjoa Pellazke e Stanislao Marciano. Kjo Marciano, zoti Guri, më intrigon çik sepse Marciano i thonë Marciano, ku ka qenë kampioni i madh botror i boksit, Rocky Marciano e quonin atë Marciano. Edhe e lidh me këtë që origjinë e tij mund të ketë qenë arbëreshe, siç ishte këtij Stanislao Marciano, sepse është i njëjti mbiemër fiks. Dhe ju a sugjeroj të gjithë politikanëve, patjetër akademikët, nëse nuk kanë lexuar këtë libër, nuk di çfarë të them. Domethënë për ta lexuar dhe është një botim, unë e kam lexuar dhe në versionin që e ka jo vetëm ai, po edhe ky. Po patjetër dhe Vaso Pasha gramatika e Shqipës. Gramatika e Shqipës bëu 20 vjet para Kongresit Manastirit. Vazhdo. Ja, dhe një minutë zoti Hushi. Atëherë kjo Gjoa Pellazke e Stanislao Marcianos
Unë e kam lexuar në version që ka përkthyer çifti i nderuar Vokopola Gjoka, që edhe paralelisht e ka përkthyer edhe zoti Ushi, që nuk e kanë ditur, po edhe përkthimet kanë atë të vetëm, pavarësisht është i njëjti libër, se kam parasysh ato poezitë e Sergej Eseninit kishin disa përkthyesa. Një nga cilët ishte edhe Ismail Kadarea, kishte versionin e vet, edhe poezia duke pak e ndryshme nga njëri, e ndryshme nga tjetri. Po gjithsesi, domethënë kjo është një kryevepër që shpjegon atë vlerën aq gjigande të gjuhës shqipe dhe e lidh aq bukur me pellazgjishen me fakte të pakundërshtueshme, me fakte të jashtëzakonshme. Zoti Skënder, na thoni disa nga këto fakte, disa nga këto gjëra. Ju keni shpjeguar dhe një mbishkrim të shkruar në New Mexico në Amerikë, një mbishkrim të jashtëzakonshëm që i ka lënë pa gojë gjithë ata shkencëtar. Urdhoni zoti Ushi. Po, në pyesi njerëzit thonë që nuk ka dokumenta, nuk ka libër, nuk ka, si s'ka e themë, mjafton të hapni arkivët e botës nëse si harrojt Shqipënisë, Shqipëni kanë qenë edhe pushtuesit, jo turku, jo bizantinët, jo serbët, kanë disa, puna parë që kanë bërë që kanë bërë ato, kanë vjedhur librat. Edhe mas vdekjes Skënderbeut, është një legjendë që është vjedhur gjithë arkivi që ka pas Skënderbeu. Biles një në emrin në Itali ka kthy Bianco ose Bardhi, vetëm për një libër që çoi familjes de Medici në Firenze. Ai e bani konte, i dha prona, i dha titull fisnikrie kont, e rrogët majme, vetëm për një libër që çoi që i vlente aty. Pra, aq libër, aq shumë kemi pas neve, sa që na kanë vjedhur, tash që thonë nuk ka asnjë libër, ka që rasti që e kam thonë dhe herë tjetër atje në Amerikë, që më kërkun të zbërthej shprehje në një gurë aztek, ana anës. Edhe njerë, çfarë shprehje, ku ishte shkruar kjo? Ata më thanë shumë, më shpjegu me mesazhe. Është një gurë që e kemi gjetë një portë, një tempulli aztek. Po. Ja kemi qenë shumë kërkuesve në përbot, egjiptologëve, sirologëve, aty në të hebraistët, grekistës vjetër, etj. E kështu provu në të gjitha gjuhët, po shqipes ju ke shkuar mendje. Nuk i jepshim përgjigje bindse që ti binte ato. Unë më kërkuan 3 herë me thënë drejta, se s'kishte njëri për gjuhën azteke. Tash jam plot me njëri për atë gjuhë. Atëherë nuk dija. E në fund kur i thash ta provoj, pa mos në qeshni, tash po doli e keqe, jo, provoj. Edhe i ran koka e përgjigjime, anës, nëna anës, ose thoni edhe çik më të shqitur, më anës, nëna anës, anë, në dialektin grek quhet hana ose ana, shkruhet ana. Ato më një herë mas 2-3 minuta kthyn përgjigje shumë entuziast, faleminderit, kishte përgjigje. Se përputhe me kontekstin e studimit që kishin bërë ata. Legjendët e gjitha. Legjenda, po. Më bënë dhe interviste, kam thonë, shkoj nga ora 1 mjesit dhe në 3 mjesit, po që të provoj që interviste është pa atje, në mjest, në orën 8:29, më merë mata nga Italia, unë ishte në Kavaj atëherë, ku e më thonë, unë ishte në Kavaj, për që ne në Amerikë këda interviste, jo më mata, kam thonë me internet, e kishtë marrë kunata vetë nga i qytet. E kanë dëgjuar interviste që ma këtë dëgjuar, po. E kishtë njua, jo, kishtë falendru matën, kështë desh klasën e mu, edhe matën falendroj nga ana saj. Do thonë, është donë edhe për publikun edhe që e kanë gjuhët. Do të marrë vetëm 1 minutë këto zoti Ushi, mbaj mend muhabetin Hana, që është që në aztekët e lasht, Ana, që është një emër botëror, i përdorur jashtë mase, si në versionin Hana me H, si në versionin Ana. Kisha unë 3 ana kur jetoja në Itali si emigrant, kisha 3 ana që ishin në oborin atje që gjitone. Dhe e përdorin, po asnjë nuk ja di kuptimin, vetëm gjuha shqipe e shpjegon, sepse është pikërisht Hana. Ana atje që zoti Guri e shpjegon atë me faktin që ajo havet veten, han, pa nga pak. Unë jap dhe një version tjetër zoti Guri që ajo tregon vetëm njërën anë, gjithmonë, është ana, tregon anën, një anë, edhe kur është në formë drapëri dhe e vërtet ajo tregon një anë, gjithmonë dhe është ajo ana që duket, ana e sa që duket. Po mund tjetë, e kem 2 versione. Është tjetër legjendë e tatës dhe nanës, që e ka thonë dhe Sezane dhe unë e kam thonë, e keni aty të stampume, e kur hyna në internet para se sa të viktuën që të aristampoj,
Ai thotë është ky emër që i përhapëm nga Peruja, kjo është një cep të Amerikës deri në Kanada që janë po indian, edhe ka po të kuptim që ka shqip. Tato dhe nano. Ne tato kemi heq se kemi turp, do të themi babaj. Tato është emër universal, tato e them babës temë, nuk e kam për turp. Edhe me mumë si them muma, edhe mumë e përdorin botë, Napoli mumë e thotë. Edhe ne në vendet tjera e kam gjuhë mumë. Më thatë një fakt shumë interesant, zoti Ushi, që e ka përmendur zoti Marciano atje, që zoti Marciano e ka bërë këtë librin e vetë në 1882-shin. Është tepër interesant, prandaj them me plot gojën që duhet ta lexojë çdo shqiptar këtë libër. Por ai thotë që në ushtrinë e Napolit si ishte ai muhabet, në ushtrinë e Napolit, mbretëria e Napolit që ishte dishendente e Alfonsit Ferdinandit. Ishin shumë të kërkumën shqiptar, ushtar shqiptar. Edhe qej periudhë që nuk përgjeshin shumë, se dëshin ta zgjanoshin, ta zmodoshin, se u merrshin edhe nga shtetet tjera të Europës, po shqiptar. Edhe qoqëraniet Kastile në gjithë Mesdheun shkojshin matan Turqisë, detin e zi, shkojshin në Odesën, në Ukrainë, Kaukaz. Kishe ca që vishin të janë shqiptar, kur shkojshin këtu, ishin oficerat gjithë shqiptar, i merrshin pyetje, i fliçin shqip. Kur së përgjishin Shqip, i ktheshin mrapë pastaj. Për ata bënin një si punë provimi që di Shqip, në qoftë se dini Shqip, i rekrutonin për ushtar. Në qoftë se nuk dini Shqip, nuk i merrin për shqip. Më tha zoti Ushi këtë dhe më bëri përshtypje kjo gjë. Shumë interesante. Pra ishin të seleksionuar sepse ishin ushtarët më të qëndrueshëm. Kjo shko 882 është bërë libri. Ai flet për 100 vjet përpara. Për rreth 100 vjet përpara, i bie 1780 e kështu. Afërsisht koha e Ali Pashës. Për 1800 bëhu. Ky është botuar 1800. Libri është bërë në 1880, kurse në muhabeti që për cilin ai flet, regjistrimet beshin atëherë. Më tha dhe për një mbretëreshën e Austrisë që si ishte ai fakt? E kam Maria Karolina thot e Austrisë, ishte edhe mbretëreshe e Napolit, shku në Konstantinopol me Jena Koronen, një bashkëdetar shqiptar, dinte shumë gjuhë, edhe me që ishte i ditun, i sjellshëm ditë të komunikote, ja lanë shejtnus kësaj mbretëresës, duke shku vend nalin në Troj. Ky Koronej shkoi po fliste me ca njerëz aty, me të neshe u habitu, u kryeshtar. Çe po fletim me ato, se nuk e kupton të gjuhën. Ja si thot konkretisht tu. Është gjuhë dhe tim mëdhëri, u përgjigj zoti Jena. Prandaj të gjyshën e themeluesi i zemrës së Romës, bashkëshorti i Lavinës, zanafillët parë italianë kanë pas folur këtë gjuhë shqipe. Pra, gjuhë shqipe në Trojën e Turqisë flitet edhe para 200 sa vjetëve. Po, një fakt shumë interesant. Jo vetëm atje, po edhe ato ushtarët që u merrshin nga Kaukazi, nga deti i zi, nga Odesa, nga Ukraina, ku shkojshin do që i mobilizoheshin, do të thotë që shqiptarët që janë kudo. Janë prova këto. Më thatë zoti Ushi që parë që ata kolegët e tu studiusit ju kanë thënë që ka me qindra metra libra shqip në shumë në arkivat të botës. Po, kur marova emisionin në New Mexico për atë fjallën Ana Anës, ata thamë që ju duhet jeni shumë krenar ju shqiptarët, sepse keni arkivet më të mëdha në botës. Unë me thonë drejtën një shqipa ditën në të kosta, pa kishë filluar, do në ato në ditën, edhe tha vetëm Vatikan keni 10 kilometrës. Sa? 10 kilometra, vetëm 10 kilometra, pra umat kanë me kilometra. Po, këte njoftim unë e qita në Facebook para një 5-6 muash, edhe më qanë mesazh Mark Palnika, o s'kënër thot, unë atje po 3 kilometra, më thamë Mark. O Mark shtatin majnë në rezervat, është kur t'i vit ditët dhe i qisin aty i ketës. Po dhe 3 kilometra që ka thënë zoti Mark që është miku jonë? Mirë, ato thonë ne kemi nga burimet sigurtë, ju keni arkivën në Itali, në Bari, në Napoli, në gjithë shtetet e Italisë. Keni në Gjermani, keni në Angli, në Venezia, po edhe Venezia.
Në Siri kam dëgjuar. Po, në Persia ka shumë material për shqiptarët, nuk ka pas grek në atë kohë, ka qenë gjithë pëllazgji. Turqia ka shumë. Në gjithë kryengritët që bëshin në pjesën që është sot Elada, Republika Elena, nuk quhet Greqi, po quhet Republika Elena, ato thonë, ka plas revolta në këtë vend ku arvanitët kanë bo këtë gjë. Ka plas revolta në vend tjetër ku arbreshët kanë bo këtë gjë. Pra nuk flitet për Ballkanin apo flitet jo për Ilirin tonë. në pjesën e Greqisë ku Elladës sot Qa shekulli qa vitet lutem, profesor? Toj nga shekulli ku ka qenë fillim 1450 që pushtoi 440 deri 820 kur fituan parasin, do janë të shënuar gjithë në arkivet Turqisë të fundit. Plus ai autori nga Bari që thotë gjeta në arkivin e Barit, unë gjeta dokumentat vitit 1000. Gjeti origjinën e vetë, 1200-s mos gaboj. 1100 sa shekullin 12, që tregote që ishin të ardhur me emër, mbi emër që ishin të ardhur nga Shqipëria. Kështu që pak vullnet kanë studiusit në arkivet e botës hynë dhe gjenë shumë material për shqiptarët. Po, i nderuar zoti Guri, si mendon, kaq shumë kilometra arkiva që flasin shqip, dhe ne ankojmë që s'kemi dokumenta, s'ka dokumenta shqip, s'ka dokumenta për këtë shqiptarin tonë, kur janë me kilometra, më burita.